Së pari, vetë çmimi i referencës zyrtar që neve kemi, me cilin i trajtojmë pronat sot, t'jemi drejt për drejt, e sinqert ne dim shumë mirë që nuk është çmimi real i atyre pronave. Pra, ai çmim me cilin pronat shitet nuk është çmimi pra ligjor, nuk është çmimi real që neve i shesim i transancioneve që realizohen. Kështu që për ata që presin, nuk e di, ulje çmimesh apo një ndryshim kolosal në tregun e pasurive të paluajtshme nga ky ligj, unë besoj që nuk do të ketë ndonjë ndikim të madh. Me fjalë thjeshta, unë mendoj që thjesht kemi disa pronar që do shesin këtë vit pronat, edhe nëse më përpara kanë paguajt 15.000 euro, 20.000 euro, do paguajnë më pak. Por nuk është se do ketë një ndikim shumë të madh pjesa e uljes së çmimeve, sepse nuk mund të presim që një diferencë aq e vogël, pra nëse pronari do negocioj pak në çmimin e pronës që do ta shes, sepse po paguan një taksë më të ulët, kjo nuk ndikon në të gjithë tregun e pasurive të paluajtshme. Mund ndikoj deri diku te pronat që janë mbi 20 vite të vjetra, por te pronat e reja që janë edhe shumica e transaksioneve që ne bëjmë çdo ditë në treg, nuk besoj që do ketë ndonjë ndikim të madh.